Pa frikë mund të themi se Mario Mite është lojtari më i talentuar që ka aktualisht Shqipëria. Talenti i këtij futbollisti është një tjetër kalibri. Zoti jo vetëm që ka bekuar, por e ka tepruar realisht me bekimin e madh që i ka dhënë këtij njeriu. Jo vetëm këmbët që janë për të puthur, por edhe një kokë e ftohtë që e veçon nga të gjithë të tjerët. Frika ekziston në shumë njerëz, por jo te Mario Mitej. Nëse do të ishte një personazh filmi, një njeri me mendsinë e Mitejt do të ishte padyshim një serial killer. I tillë është mbrojtësi ynë, që sikur erdhi te kombëtarja, edhe kur luan në klube, e mban topin në zonën e tij mes 3-4 lojtarëve, pa asnjë ndjesi frike se do ta humbasi dhe del gjithmonë me top. Një tjetër driblim kryevepër ka bërë dje Mario Mitej, që ka ngritur në këmbë të gjithë stadiumin, duke marrë duart rokitjet e merituara për spektaklin e ofruar. Al Ittihadi është ndeshur në Champions League në Aziz, ndaj Al Sharia të Rejmanajt dhe Fetafitajt, duke fituar në shifrat 3-0. Mario Mitej ishte një prej lojtarëve më të mirë në fushë dhe një driblim i tij gjatë ndeshjes i ka lënë të gjithë pa fjalë, si një rulet ku asnjëherë nuk dihet krau se ku ajo do të rrotullohet. Mitej rrotulloi jo pak, por 2 herë, 2 lojtarë të Al Sharia pas vetes së tij, dhe në fund doli sërish me topin në kontroll. Të rësisht të dorëzuar dhe të pakënaqur me veten e tyre, 2 kundërshtarët që në ato moment u kthyen në piketa u demoralizuan për mënyrën se si Mitej u tall me ta, duke i trajtuar si lojtar të ekipeve të moshave dhe jo lojtar të ekipit të parë të Al Sharia. Në media në Arabinë Saudite është ngritur edhe një temë shumë interesante mbi Mitej. Sipas tyre, Conceição e ka transformuar këtë futbollist në aspektin sulmues. Në vetëm pak ndeshje me këtë trajner, Mitej ka bërë shumë herë më tepër në fazën sulmuese se sa në të gjithë karrierën e tij te Al Ittihadi. Kjo për faktin se në momentin kur Al Ittihadi ka topin, Mitej nuk qëndron më si një mbrojtës i majt, por si një mesfushor i majt dhe që tenton thellësinë në sulm. Shifrat dhe statistikat janë shumë kokëforte. Në 2 ndeshjet e fundit, në ndeshjen kundër Al Nassr të Cristiano Ronaldos, Mario Mitej do të dhuronte një ases spektakolar që u kthye në gol nga futbollisti francez Aouar, ndërsa në ndeshjen kundër Al Kaye në kampionat, Mario Mitej realizoi një gol shumë të bukur, duke dhënë kontributin në 2 gola në 2 ndeshjet e fundit të Al Ittihadi, pavarësisht se është në rolin e tij një mbrojtës i majt. E gjitha kjo tregon qartësisht besimin e Conceição se ky futbollist për pjesën e tij sulmuese. Padyshim që te Shqipëria duhet të kërkojnë dhe të gjejnë me çdo kusht një mbrojtës të majt për t'i dhënë lirinë Mitejt që ta përdorim në pjesën sulmuese. Një talent i tillë me këmbë të tilla është shumë mëkat që të digjet në mbrojtje. Ai kërkon liri dhe ne duhet ta nxjerrim nga kafazi.